Aliu, djali me zemër të madhe, në një qytet të vogël në mes të rrugëve të pluhurosura dhe dritareve të mbuluara me avull, jetonte një djalë 5 vjeçar me emrin Ali. Ishte një fëmijë i vogël me sy të mëdhenj të trishtuar, që çdo mëngjes qohej herët për të dalë në rrugë dhe për të kërkuar lëmosh. Aliu nuk donte të lypte. Çdo herë që shtrinte dorën, tjente një therrje në shpirt, por nuk kishte zgjedhje tjetër. Prindërit e tij ishin të sëmur, edhe ai kishte 2 motra të vogla që vuanin nga rria. Në vend të lodrave dhe lojrave, Aliu njihte vetëm rrugën, ftohtin dhe njerëzit që kalonin pranë pa e parë. Por jo të gjithë ishin të verbër ndaj vuajtjes. Një burr, zotëri i një biznesi të madh në qytet, e kishte vënë re shpesh Aliun. Ai e pa pastërtinë në zemrën e tij dhe dhimbjen në sytë e tij. Sa herë shihte, i jepte lek pa pritur gjë në këmbim. E pyesnin, pse e ndihmonte atë fëmijë më shumë se të tjerat? Ai buzëqeshte dhe thoshte, sepse ai fëmijë nuk kërkon. Ai lutet me sy, ka dinjitet dhe kur s'kazgjë. Vitet kaluan, Aliu nuk ishte më një fëmijë i rritur. Me shumë punë, ndihmë dhe vullnet, u rrit. Mbaroi shkollën dhe nisi të punojë ndershmërisht. Ai nuk e harroi kur burrin që i kishte qëndruar pranë, kur bota i kishte kthyer shpinën. Një ditë ai burr u sëmurant. Ishte i vetëm, pa familje, dhe shumë nga ata që dikur e rrethonin u zhduken. Por jo Aliu. Aliu ishte aty, çdo ditë, në shtrat pranë tij, me përkujdesje dhe dashuri. I sillte ilaçet, e ushqente, e ndihmonte të ecë dhe i mbante dorën kur dhëmbja bëhej e padurueshme. Kur burri i tha me zë të dobet, "Përse më rri pranë bir? Nuk je më ai fëmia i vogël në rrugë." Aliu u përkul, i vuri dorën mbi supë dhe tha, "Ti më dhe mua atë që bota nuk më dha, dashuri dhe shpresë. Tani është rradha ime të ta kthej." Dhe kështu, një gjest i vogël dashurie u kthye në një bërgj zemre që u shlye me nder dhe mirënjohje, sepse në fund të fundit nuk janë pasuria apo pushteti që na bëjnë njerëzorë, por zemra dhe kujtimet që lëm pas.